merren dënimin e merituar nga gjykata. Po, Gecaj. Në rastin konkret, kjo është një procedurë fillestare dhe në moment shumë i freskët, kështu që nuk mund edhe të flitet shumë mirë, po duhet megjithatë flasim për sigurinë, për mënyrën se si Serbia tenton të ndërhyjë. Gjithsesi duhet t'u jepet mbështetje institucioneve të Kosovës në këtë drejtim dhe të inkurajohen që të kryejnë detyrën e vet sa më mirë dhe me përpikshmëri dhe të jenë sa më korrekt në kryerjen e detyrës së tyre. Për shkak se këto janë kërcënime shumë serioze për Kosovën, po na dalin nga fushat ndryshme, e kemi përmend këtu edhe në këtë studi tuaj në një rast në të kaluarën që spioj të tillë ose njerëz që punojnë për shërbime të huaja nuk ka vetëm në një segment caktuar ose në një fushë caktuar, po ata i gjen kudo. I gjen edhe në shoqërinë civile, i gjen edhe në institucionet e Kosovës, i gjen edhe në shoqata të ndryshme ku nuk ta merr mendja, mirë po që në fakt kanë qasje ata njerëz prej pozicionit ku kanë qasje dikun ku mund të marrin informacione dhe ato i përcjellin atje ku mund t'i bojnë Kosovës dëm. Në këtë aspekt, institucionet tona duhet ta kenë një lidhshmëri të fortë, po e them kuptimin edhe të përgatitjes nga niveli politik edhe deri te ai profesional, sepse kjo pjesa profesionale ku i kemi takuar ne të dy, kolonelin e policisë dhe unë në FSK, është e varur shumë prej vendimeve politike që merr politika dhe mbetet prej nesh vetëm ajo pjesa profesionale për të zbatuar, jo vendimet politike për të komentuar për diçka tjetër. Dhe jo rallëherë edhe në këtë studio kemi përmendur që ndoshta kjo është mënyra se si Serbia tenton të dëmtoj Kosovën pasi ushtarakisht edhe nuk do të guxonte duke qenë se është prania edhe e KFOR-it dhe mbështetja nga aleatët ndërkombëtar që marrin. Që Serbia gjithmonë llogarit se cila është leverdia e saj për të vepruar në raport me Kosovën. Dhe kjo lufta hibride tani për tani është shumë më e rëndësishme për të dhe më efikase për shkak se nuk ka viktima nga radhët e saj, kurse jep një efekt negativ për institucionet e Kosovës dhe krijon një amulli dhe një huti të përgjithshme dhe qëllim përfundimtar në fundit ka që ta paraqes Kosovën si një projekt të dështuar edhe tonin si qytetar dhe pushtetar të Kosovës, po edhe të bashkisë ndërkombëtare si një partner e rëndësishme. Marina, edhe një pyetje të fundit për këtë çështje, më pas kthehemi sërish tek dronët. Mendon se në Kosovë gjenden, mendon se ende nuk është plotësisht vendimi i plot se edhe vetëm ndryshohet. Po, mund edhe të ndryshohet. Mendon se personat të cilët akuzohen ose personat të cilët kanë bënë me spionazh ka dhe më tej në Kosovë dhe sa e vështirë do të ishte identifikimi dhe kapja e tyre më pas? Po, unë mendoj se Serbia vazhdimisht është munduar dhe mundohet që të gjejë personat e tillë në institucione të ndryshme që kanë kontakte të vazhdueshme me dokumente, me forma të ndryshme të aktiviteteve të tjera dhe institucionet e sigurisë, edhe agjencioni për inteligjencë, edhe policia e Kosovës, edhe prokuroria e tjera duhet të kenë kujdes për arsye se mund të ketë personat e tillë të cilët bartin informacione të rëndësishme që i noviten përpas dronëve që shpeshherë dyshohet që Serbia i përdor për këto informacione për shkak të gjendjes ku janë njësitë speciale, ku janë njësitë e PSK-s, ku janë burgjet, ku janë ato gjonat do thotë më konkrete, ata edhe mes personave të tillë mundohen që marrin informacione të vazhdueshme nga institucionet, nga ta dinë personelin e tyre, forma organizimit të tyre e tjera, edhe gjithë kjo bëhet me qëllim të destabilizimit të Kosovës, edhe gjithë kjo bëhet edhe ajo për dronët që tha më herët, edhe kjo tani gjitha këto kanë si qëllim të vetën që Kosova të pengohet të angazhohet në organizata ndërkombëtare, edhe në bashkësi ndërkombëtare, edhe në mekanizma ndërkombëtar, jo vetëm Kosovën, po edhe Bosnjën në një mënyrë të format e tilla. Apo e arrin Vučić ta bëjë këtë? Unë mendoj se nuk do t'ja arrin. Përkundër asaj që vazhdimisht ka raste të tilla raportohet pothuajse për çdo ditë. Ka zërat e tilla, ka personat e tillë të cilët ndoshta edhe pe luftës, edhe pas luftës, edhe para luftës në një mënyrë kanë mbet në kontakt vazhdueshëm me pushtetin atëhershëm serb, edhe me pushtetin e tashëm kanë vazhduar e tjera, por unë mendoj se institucionet tona janë tani profesionale, janë një bashkëpunim e agjencioni
për inteligjencë edhe inteligjenca e policisë, po edhe KFOR-it, edhe prokuria e tjera, prandaj është një vedije edhe popullatës më lartë, në mënyrë që këta persona të identifikohen si persona të dyshuar dhe në bazë të argumenteve, provave, ta marrin dënimin e merituar. Po, në deklaratën e Vučićit pas lajmit se Kosova dhe u pajis me këta dronë, ai sikur edhe ju kundër përgjigje dhe Turqisa. Besoni që ndoshta pas kësaj qasje të Serbisë ndaj Turqisë dhe do të forcohet ndoshta akoma më shumë edhe lidhja e Turqisë me Kosovën, edhe pse e fortë është, megjithatë kur vinë deklarata të tilla, po i quaj kërcënuese ashtu siç i quajti edhe presidenti Vjosa Osmani ndaj Turqisë, ta afroj akoma më shumë Kosovën pikërisht ndaj këtyre deklaratave. Trajektore e zhvillimeve politike në Ballkan përgjithësi është një trajektore për kahana e shteteve të fuqishme siç është edhe Turqia dhe tjerat. Është një trajektore që nuk mund të lyhatet shumë prej deklaratave të njerëzve të caktuar, në këtë rast Vučić. Për shkak se ata kanë synimet e veta, qëllimet e veta dhe ata i ndjekin atë rrugtim. Këto mund të kenë një jehon politike, një ditore, dy ditore dhe ma pastaj bin poshtë, për shkak se unë më herët edhe e thash, Serbia është vetë ajo e cila ka një bashkëpunim bukur shumë të ngushtë me Turqinë dhe gjithsesi Vučić e kupton që përkeqësimi i raporteve me Turqinë shkon edhe ndant Serbisë, por edhe interesi turk është që të ketë një influencë, një ndikim në shtetet e Ballkanit në përgjithësi dhe këto deklarata e kupton shumë mirë që janë të përkohshme edhe për konsum të brendshëm. Prandaj deri më tani, s'paku deri më sot, unë as nuk kam dëgjuar që ka pas ndonjë reagim nga qeveria turke për këtë deklaratë, për shkak se nuk i është kushtuar shumë rëndësi kësaj deklarate, nuk ndikon diçka në praktikë dhe nuk merren shumë ata. Ata mund të kenë sot pasdite edhe dikur ndonjë deklaratë, por ajo deklaratë do të jetë sa për të plotësuar nevojat e publikut dhe më tepër nuk do të lëvizet për saj. Gecaj, kur po i përmend deklaratat, të ndalemi edhe të citojmë Mojsilović, i cili ka thënë po ashtu se veprimet të tilla dërgojnë një sinjal të rrezikshëm duke kërcënuar jo vetëm sigurinë e Kosovës, por edhe atë të Ballkanit Perëndimor, përfshirë të gjitha shtetet e Ballkanit Perëndimor. Çfarë ka dashur të thotë me këtë? Kur flasim kuptimin teorik, kjo është ashtu. Sepse çdo stabilitet, çdo rrezik që mund të ndodhë në Kosovë, në Bosnë, në Serbi, Malzi, Maqedoni, kudo qoftë në rrethin e Beogradit, është kërcënim i përmosur më të gjana, nuk është kërcënim vetëm për këto shtete, po edhe për Evropën. Prandaj e them që me të drejtë edhe NATO, edhe shtetet e fuqishme evropiane, edhe SBA-t, fokusin e kanë të aspektet e sigurisë në Kosovë, ku shpeshherë edhe neve na e tërhjekin vërejtjen për sjelljet tona në raport me elementë të cilët mujnë me sjell destabilitet në Ballkan, po fuqia menaxhuese e fuqive të mëdha është e atij niveli dhe përmosa të tilla që ende e ka nën kontroll çdo gjë që zhvillohet në raport mes Kosovës dhe Serbisë. Prandaj, prapë po them, nuk është Mojsilović ai i cili përcakton, sikur që edhe unë nuk jam sot këtu, se çka do të ndodhë nesër në këto aspekte, për shkak se këto gjëra bëhen në nivelin politik. Kurrëherë as ushtria, as policia nuk janë ato institucione apo mjetet e cilat vetvetiu ndërmarrin masa dhe bëjnë veprime të caktuara, po është politika ajo që i përdor këto mjete në durë të veta për të kriju një gjendje të re. E përmendi dhe zotri Gecaj, zotri Marina, a mund të shohim këtë zhvillim, pikërisht ardhjen, prurjen e dronëve nga Turqia,